Marshi I Lindenit për të 38 herë me radh u organizua edhe si vjet në një festë tradicionale për komunitetin maqedonez. Tradicionalisht, për të 38 herë me radhë edhe si vjet Marshi I Lindenit 2016 fillojnë nga parku Jane Sandanski në komunën e aerodromit. Nisja filloi me datën 27 korrik në ora 17:30 minuta. Ndërsa gjatë udhëtimit, kalorësit do të takohen bashkë me kalorësit e Velesit dhe me ata të Shën Nikollës. Ndërkohë, një ditë para janë nisur edhe kalorësit nga Mafrova, Kërçova dhe të gjithë së bashku me datën 31 korrik do të arrijnë në Krushevë. Tradicionalisht, Marshi I Lindenit ka për qëllim shënimin e ditës së kryengritjes maqedonase kundër sundimit osman. Kjo është një traditë e madhe, një ngjarje e madhe për popullin maqedonas, shtetin, komunën tonë dhe qytetin e Shkupit. Qytetarët ndahen të kënaqur nga kjo organizim. Shumica e tyre theksojnë se kjo festë për ata është një aventurë dhe përjetim, e disa prej tyre si festa më e madhe në Maqedoni. Ky marsh për mua është një aventurë dhe përjetim. Kjo është festa më e madhe në Maqedoni. Jo, nuk marrim pjesë në marsh, vetëm I përcjellim kalorësit prej këtu nga kisha Shën Pavle. Kalorësit që marrin pjesë në këtë marsh janë nga mosha 16 vjeçare deri në 60. Kjo është një festë e madhe e maqedonasve dhe besimtarëve ortodoks, I cili shënohet me 2 gusht. I Lindeni ka një rëndësi të madhe për historinë e popullit maqedonas, sepse me 2 gusht ka filluar kryengritja e Lindenit në vitin 1903. Ndërsa në vitin 1944 është mbajtur kuvendi antifashist I çlirimit kombëtar të Maqedonisë. Sot traditat e I Lindenit janë të përmbushura me simbole patriotike, folklorike dhe fetare, që e bën I Lindenin njërin nga festat më të rëndësishme në Maqedoni.